Pasi ka ndjekur me kujdes zhvillimet në fushën e arsimit dhe të shkencës gjatë këtij viti, Lidhja Demokratike e Kosovës nëpërmjet Këshillit të Ekspertëve dëshiron që sot t'i adresoj disa çështje. Lidhja Demokratike e Kosovës konsideron se gjatë vitit 2013 ka pasur ngecje të mëdha në fushën e arsimit dhe se nuk është shënuar asnjë rezultat në atë të shkencës. Buxheti për arsimin dhe shkencën, siç e kemi theksuar edhe në fillim të vitit 2013, është tepër i ulët dhe bën të pamundur që të investohet në mënyrë substanciale në sistemin e arsimit. Buxheti tepër i ulët e dëshmon se qeveria se ka prioritet arsimin dhe se nuk e tregon as ndjeshmërinë më të vogël për institucionet e shkencës, të cilat vijojnë të jenë pa ndonjë ndikim të shënueshëm. Cilësia e arsimit para universitar vijon të jetë tepër e ulët dhe kjo e përvështirëson edhe më shumë punën në arsimin universitar. Po ashtu, rritja mekanike e numrit të studentëve në universitetet publike dhe hapja e pastudiuar e universiteteve të reja publike, mbi vlerësime e vendime më tepër elektorale se sa profesionale, e ka dëmtuar edhe më shumë cilësinë në arsimin e lartë. Lidhja Demokratike e Kosovës konsideron se përfshirja në arsimin e lartë duhet të bëhet në bazë të strategjisë për arsimin e lartë 2007-2015 dhe se hapja e universiteteve të reja publike duhet të studiohet me kujdes shumë të madh. Investimet kapitale dhe këtë vit kanë qenë të ulta dhe Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë ka vijuar t'i bartë investimet e viteve të tjera, përfshirë edhe ndërtimin e shkollave, që ka filluar që nga viti 2009 me kontratë në ndërtuesit, por pa mjete financiare të zotuara dhe prim ky që bien ndesh me ligjin. Po ashtu, investimet në ndërtimin e objekteve shkollore nëpër komuna edhe gjatë këtij viti janë bërë me preferenca politike, në varësi se ku ka qeverisur PDK-ja. Lidhja Demokratike e Kosovës dëshiron të theksoj se edhe këtë vit blerja e librave për shkollat fillore dhe të mesme të ulta ka qenë e kundërligjshme. Po ashtu, siç e thekson raporti i Komisionit për mbikëqyrjen e financave publike, gjatë viteve të fundit ka shpërputhje prej disa miliona eurosh ndërmjet mjeteve që janë zotuar ose planifikuar për blerjen e librave dhe mjeteve që janë shpenzuar, ndërsa Ministria e Arsimit nuk ka arritur të sqarojë se pse ka ndodhur kjo. Po ashtu, është konstatuar se vetëm në 6 shkolla janë dërguar mbi 500.000 ekzemplar librash më shumë se që ka qenë e nevojshme. Blerjet përtej shumave të zotuara dhe blerjet e qindra mijëra ekzemplarëve të panevojshëm ngjallin dyshime për keqpërdorime të mëdha të paras publike. Ndodhit e fundit në Universitetin e Prishtinës e kanë dëmtuar shumë imazhin e këtij institucioni. Lidhja Demokratike e Kosovës konsideron se kjo është pasojë e ndërhyrjeve të qeverisë në të gjitha institucionet e pavarura. Lidhja Demokratike e Kosovës edhe një herë shpreh domosdoshmërinë që institucionet e dijes dhe të arsimit të nxirren jashtë ndikimit të politikës dhe që ato të reformohen mbi baza profesionale sipas standardeve të institucioneve moderne. Qeveria drejtuar nga Lidhja Demokratike e Kosovës do të reformojë institucionet të shkencës dhe do të themelojë qendrën e studimeve të avancuara, i cilat do t'i përfshijë institutet aktuale dhe institutet e reja që do të themelohen. Po ashtu, Lidhja Demokratike e Kosovës ka bërë gati planin për reformimin tërësor të Universitetit të Prishtinës, mbi bazën e të cilit ai do të ristrukturohet, do të shlirohet nga ndikimi i politikës dhe do të mund të funksionojë si një institucion modern i arsimit të lartë. Projekti për qendrën e studimeve të avancuara dhe ai për reformimin e Universitetit të Prishtinës do të jenë pjesë e kapitullit për arsimin dhe shkencën të programit qeverisës të Lidhjes Demokratike të Kosovës. Lidhja Demokratike e Kosovës vlerëson se është i domosdoshëm një verifikim ndërkombëtar i punës së universiteteve publike që janë themeluar gjatë viteve të fundit, me që drejtuesit dhe një numër i madh i pedagogëve të këtyre universiteteve janë zgjedhur mbi baza të dyshimta, mbi baza jo profesionale dhe politike, si dhe cilësia në këto institucione vlerësojmë të jetë tepër ulët. Faleminderit. Nëse keni pyetje. Lëshndrimi i Lidhjes Demokratike të Kosovës sa i përket vendeve të rezervuara në gjatë përfundimit të mbikëqyrjes ndërkombëtare pavarësisht që do të ketë vazhdim të vendeve të rezervuara të paktën edhe për një mandat. LDK-ja ka bërë qartë në disa raste këto ditë dhe herën e fundit dje nëpërmjet një komunikate ne kemi diskutuar në Kryesinë e Lidhjes Demokratike të Kosovës, jo vetëm sa u takon vendeve të rezervuara, por Lidhja Demokratike e Kosovës është kundër që tani të preken çështjet që kanë bënë me Kushtetutën e Republikës Kosovës. Mund
na konfirmoni zotëri Shala, ai u ka premtuar kreu I LDK-s minoriteteve në takimet që ka pasur, pasi që ata po thonë që po, ai ka premtuar vazhdimin e vendeve të rezervuara. Këto punë zbëhen me premtime, por me zotime dhe qëndrime politike. LDK-ja s'ka patur asnjëherë në qëndrim të kësaj natyre. Ajo që ka thënë LDK-ja është se ne do ta diskutojmë kur të vi koha.